fazë vegetative të gjelbërt që i ndihmon shumë azoti edhe fosfori. Fosfori pra ndihmon shumë në krijimin e lulëzimit edhe në ruajtjen e lulesave të tyre. Pas gjatë kësaj faze edhe më tej fillohet edhe me plehra foliare. Është kjo HiQ bërë molibden, i cili është pikërisht për këtë fazë materive. Pra nuk mund ta bllokojmë me një element duke përdorur doza të larta, por kur ajo bim spori nuk e ka tokën e rregulluar. Fakte me njohë si emra. Plehrat foliare si bori, i cili është në formë të lëngshme, siç e kemi tek pjesa e HiQ bor molibden që quhet ndryshe, megjithëse ka përqindje të lartë borit edhe të molibdenit. Arsyeja e borit të molibdenit si mikroelemente, pra e kanë forcimin e polenit në këtë rast, i cili bëhet përmes bledhëve dhe plenimin sa më të mirë, që rezulton më pas me formim të frutave të shëndetshëm, jurënien e tyre të paarsyeshme edhe deri tek fruti sa më mirë dhe më cilësor. Prandaj kur kemi një plenim, spori bëhet polinizimin pas plenimi i lulës, gjithmonë do të kemi edhe rezultate në fund siç janë frutat e shëndetshëm. Mirë, po më du më nalë të 4 kulturat kryesore pemtare që i kena në Kosovë, 2 janë tolta edhe 2 të larta. Kur flasin për të lartat i kena mollat edhe arrat, që mas shpeshti me thonë ashtu i kena në Kosovë, e kur të flasin për toltat i kena drezat edhe i kena mjetrat. Zakonisht, të këto 4 kulturat, çka ju preferoni mas shumti prej plenave, çfarë i dën po mendoj, që edhe mi arrujt pH-n, po edhe mi pasën krejt mikro e makroelementet e duhuna për zhvillim. Se përket 4 kulturave që i përmende, të gjitha preferojnë një pH neutrale, pra që shkon prej 6 deri në 7.5, maksimalisht 8, megjithëse duhet evidentuar edhe kontrolluar përmes plerave, pra ne them edhe me elemente të ndryshme, pra të cilët mund ndikojnë në rritjen apo zbritjen e pH-s. Pra që nëse është mbi 8 e lartë, mund të përdorim për elemente siç janë sulfuri, pra e ul pH-n, edhe elemente të tjera siç janë kalciumi, të cilat e rrisin pH-n. Pra edhe në këto faza mund me kontrollu pH-n e tokës. Sepse pH-ja e ulët është acidike, ndërsa pH-ja e lartë është bazike, ose tregon që ka më shumë minerale kalcifikuese. Kur momentin kur pH-ja e tokës del nga limitet e kërkesës së bimës, atëherë është shumë e pamundur për bimën që t'i merr ato elemente, edhe pse gjenden në tokë. Shpesh herë mbi doza e elementeve në tokë, siç janë fosfori dhe kaliumi, duke përdorur gjithmonë të njëjtin pleh çdo vit në çdo fazë, atëherë bëhen mbi dozimi, edhe kur rritet koncentrimi i tokës, bima asesi nuk mund ta marrë atë element, edhe pse ne kemi shpenzuar për to, kemi humbur pleh, kemi shpenzuar edhe në kosto të fermerit, edhe prapë s'kemi mujt me arrit rezultat. Pra gjithmonë duhet bërë faza optimale, që edhe bima të përfitoj atë sasi sa që mundet, nuk mundet bima të marrë sasi asaj hudhim ne. Pra mbi doza, siç themi më herët, pra duhet par edhe kërkesa e bimës. Një bimë e re nuk ka kërkesë sa një bimë siç është kjo 10 vite. Normalisht. Pra duhet bërë një ekspertizë prej fazës ku është bima në analizat e tokës, që në analizat kimike, të cilat na tregojnë saktë se me çfarë plera ne mund të intervenojmë. E kena pas për shembull rastin, nëse nuk ka bëj par vjet, kur e kena pas azotifikimin e tokës, sidomos këto e kanë vrejt te kultura e shalqinit, kur ka dalë, për arsye se kanë filluar me hedh azot, duke pretenduar mi dhon forci edhe shije, ndërsa domethënë kanë tejkalu dozën. Edhe ja them gjithmonë nuk keni nevojë me tejkalu dozën, as për shembull i bën analiza, del që e ki në nivelin e duhur, s'ki nevojë me hullë shpenzim i tepërt realisht, përveç dëmtimit të bimës. Ndërsa disa prej plenave është mirë m'ja u tregu edhe publikut nëse i kena këto prezent, që ka mas shumë të i preferoni. HiQ borë në kitë të. është pra, zakonisht tek pemishtet si kjo, mund të bëhet... Mund të tregu dhe për kamerën? Po, është kjo HiQ bërë molibden, e cilë është pikërisht për këtë fazë, edhe i ndihmon shumë. Ndihmon shumë edhe lulesave, po që është shumë organik dhe nuk i bën dëm bletëve në këtë rast. Përqindja e lartë e borit, e molibdenit edhe materieve organike, pra është shumë e rëndësi
që bima përmes materieve organike me pas edhe qarkullim të mirë edhe brenda në tokë, edhe brenda në bimë. Materieve. Pra nuk mund ta bllokojmë me një element duke përdorur dozat larta, por kur ajo bimë spore nuk e ka tokën e rregulluar. Faktë me njohë si emra.